Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë bashkarisht lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të nisim sot këtë ditë duke folur mbi Brikenën dhe Mateon. Brikena dhe Mateo kohëve të fundit kanë qenë shumë të komentuar për marrëdhënien e tyre, që pa marrë parasysh lëvizjeve që po ndodhin, pa marrë parasysh mënyrën se si ato po e shfaqin marrëdhënien e tyre, mua më duket pak e pabesueshme kjo ndarje. Nuk them që çifti gënjen, por ky është perceptimi im. Do të thënë, unë kam mendimin tim rreth kësaj marrëdhënie dhe mendimi im në këtë mes është ky, që një ndarje nuk ekziston, do të thënë nuk është e vërtet kjo ndarje. Brikena ditën e sotme ka përzgjedhur përsëri duke provokuar publikun shqiptar. Tani, gjatë kohës kur Brikena ishte me Mateon, sepse vazhdon të jetë akoma, por gjatë kohës kur ishte me Mateon, Brikena nuk ishte shumë aktive në Instagram, nuk hidhte shumë story, nuk hidhte shumë foto, por të njëjtën gjë bënte edhe Mateo. Dhe Mateo nuk ishte fare aktiv në Instagramin e tij. Do të thënë, të gjithë kishim kureshje të dinim se çfarë po ndodh me çiftin, pse nuk janë aktiv, pse nuk e përdorin famën e tyre ashtu siç e përdorin të gjithë të tjerët. Do të thënë, nuk kishte asnjë lloj postimi. Prej në momentin që doli lajmi nga vetë Brikena që gjasme e pas kërka prishur lidhjen e saj me Mateo, me njëherë filluan ndryshimet, filluan lëvizjet, filluan postimet në Instagram, filluan provokimet, teksa duket që gjasme Brikena bën një jetë shumë të lumtur, Brikena bën një jetë shumë pozitive. Po e shijon tash më pas Big Brother i tjetën e saj, kjo gjë e ka bërë që Brikena të jetë në qendër të vëmendjes. Por mbi të gjitha, do të thënë, duhet të mirë kuptojmë situatën, sepse tëra kjo ndodhen për klikime. Nga vetë fakti që Brikena nxjerrën pikat e veçanta, do të thënë nxjerrën duart, që të duket që është pa unas. Ja, edhe unë s'kam unas, po nuk do thotë që jam i ndarë. Unaza nuk identifikon martesën. Do të thënë, ç'lidhje ka nëse nuk e ka unazën. Okej, tek vajzat është pak më me domethënie kjo gjëja, sepse unaza duhet të jetë me patjetër, po nuk do thotë që po se pati unazën nuk është me Mateon. Brikena me kastile do me thënë nxjerrën, se ajo po të mos don ta nxjerrën dorën, nuk e mban tek makina kështu aty. Me thënë, me kastile nxjerrën dorën që vetëm e vetëm të flasin për unazën e saj. Mateo me qëllimi bën lëvizje që të flasin për çiftin. Unë mendoj, ky është mendimi im, që ky është një skenar i tëri, një skenar i menduar ndoshta nga vetë çifti, edhe pse nuk e besoj që është nga vetë çifti, sepse vetë çifti filluan që të sillen shumë mirë, filluan që të nxjerrin gjëra shumë të bukura, filluan që të japin detaje shumë interesante, por unë mendoj që ky skenari është nga vetë produksioni i televizionit Top Channel, që do ta sjellën Brikenën dhe Mateon në këtë format, do të kenë mundësinë që të kenë emisionin e tyre dhe për të qenë më së shumti në vëmendje të publikut, e kanë krijuar një skenar të tillë, një skenar që në të vërtetë, do të thënë, tregon mbarvajtjen e marrëdhënies së çiftit, historinë e çiftit dhe gjithçka tjetër. Do të thënë, është një skenar i mirë menduar, një skenar që sjellën çiftin në dimensionin e tij. Unë mendoj që Brikena dhe Mateo janë të dy bashk, nuk janë të ndarë. Marrëdhënien ato e vazhdojnë, të gjitha komentet i lexojnë, të gjitha qëndrimet tona i dëgjojnë, por do të ishte shumë e bukur në qoftë se Brikena dhe Mateo do të ndalonin këtë lojën dhe do të ktheheshin tek publiku shqiptar për t'i thënë që ne vërtet jemi bashkë, por gjitha kjo ishte një situatë. Edhe sikur të jenë ngrindur, qoftë edhe një zënk e vogël, unë jam shumë i bindur, jam tepër i bindur, tash sepse Brikena del kontradiktore me fjalët e veta,
që ka thënë. Brikena thonte që unë nuk shkatroj një lidhje, unë nuk kam patur një të dashur, unë jam shumë korekte kur dua të lidhem, unë mendoj 100 herë për t'ia dhënë një puthje një djalit. Tani, do të thënë, gjithçka ndodhi dhe më në fund Brikena u nda për asgjë. Mua më duket Brikena shumë kontradiktore, do të thënë, i bie që nuk është e sinqert në fjalët që ka thënë. Kjo gjë ndodhen nga kjo që ne shohim. Do të thënë, kam mendimin tim gjithmonë, kam idenë time. Por unë mendoj që Brikena dhe Mateo të gjithën këtë e kanë skenar, edhe njerë më du ta potencoj, nuk është skenari i tyre. Është skenari menduar mirë nga produksioni, televizioni, Top Channel, të cilët e kanë vlerësuar si një gjë të tillë të bukur, sepse vetë buzëqeshja e Manushit tregoi shumë. Manushi po të ishte ashtu nuk buzëqeshte, por do kishte qëndruar stabil, sepse i prishen planet, do të thënë ndarja e Mateos dhe Brikenës ja prishën planet e Top Arenës, po të ishte e vërtet kjo si ndarje, po momentin që Manushi nuk, do të thënë, nuk ka një qëndrim buzëqesh dhe e merr me humor, kjo tregon që do të thënë kjo është një skenar që e kanë menduar mirë, që e kanë studiuar mirë, që duke e ditur që është lufta e madhe këtej nga ferma edhe me Mozën, dhe i kanë thënë vetes që kjo është rruga më e mirë për të qenë aktual, për të qenë aktiv, për të patur klikime, për të patur shikueshmëri, dhe ne do mbajmë, do të thënë, këtë rjetin. Unë kështu dyshoj, sepse të tilla u lidhen gjërat. Pasi Manushi ftohet në intervista të flet për çiftin, do të thënë di diçka më shumë. Dhe ajo di diçka më shumë është strategjia që ato kanë përdorur që çifti të ketë gjithmonë klikime deri në momentin që ato të shfaqen në ekranet e televizionit Top Channel. Unë personalisht nuk besoj në këtë ndarje fiktive apo në këtë ndarje që kanë bërë Brikena dhe Mateo, sepse lëvizjet e tyre nuk e tregojnë ndarjen. Lëvizjet e tyre tregojnë veprime për audiencë, veprime për reklam dhe veprime për të qenë pjesë e portaleve. Se po të ishte një ndarje, përkundrazi atëherë Brikena do të ishte mbyllur në vete, atëherë Brikena nuk do të ishte shfaqur në rrjetet sociale, do kishte ndjerë dështimin e saj më të madh, do kishte ndjerë dhimbjen e saj më të madhe. Nuk është një ndarje liri shpirti. Këto nuk ishin 10 vite të ndarë pa Brikena të lidhur, pa Brikena ka vuajtur shumë, ka hequr shumë nga Mateo dhe sot po e shijon atë lirinë e shpirtit që i ka fal kjo ndarje. Këto ishin shumë të lumtur, ishin shumë të gëzuar bashkë dhe nga një lumturi shumë e madhe bashkë këto mbetën të ndarë dhe sot Brikena po hedh statuse sikur çdo gjë është në rregull. Do të thënë, unë besoj që është e tëra një skenar dhe jo më kot, do të thënë, ndodhin këto lëvizje. Gjithsesi, Brikena ndodhet në Prishtinë, siç duket po bën një jetë mega lukse, me një super Benz që ka përzgjedhur të ketë në duart e saj. Shëtitjet i bën gjithmonë me një shoqe e cila e shoqëron Brikenën nëpër Kosovë. Do kisha dashur që paparacit të aktivizohen pak më shumë për të patur më shumë fotografi rreth çiftit, rreth vetë Brikenës, Mateos, marrëdhënies së tyre, që me publikun të jemi sa më shumë koherent.